A i kuptoni çfarë po ndodh? Në Shqipëri po shpërthen një nga skandalet më të mëdha politike të dekadës dhe vendi është në heshtje. Mediat heshtin, analistët heshtin, opozita as flet, as proteston. Thuhet sikur dikush i ka bler të gjithë. Belinda Balluku, njeriu i dytë më i fuqishëm në shtet, grua që kontrollon miliarda euro tendera, fluturime, incenerator, koncesione, rrugë, energji, sot rrezikon shumë vite burg. Dosjet janë aty, hetimet kanë filluar, faktet kanë dalë, por Shqipëria nuk reagon. Sikur dikush po përgatit terrenin për ta falur. Pse kjo heshtje e frikshme? Pse nuk ka protesta? Ku është opozita në një nga momentet më të rëndësishme politike të vendit? Pse liderët e saj bëjnë sikur s'ka ndodhur asgjë? A mos vallë jemi përballë blerjes më të madhe politike, një marrëveshje e heshtur që e lë vendin pa asnjë zë kundër? Sepse Belinda Balluku nuk është një ministre e zakonshme. Ajo është figura më e fuqishme pas Edi Ramës. Ajo është njeriu që di gjithçka për çdo aferë, çdo kontratë, çdo tender strategjik të këtyre 10 viteve. Dhe kur bie një figurë kaq e madhe, zakonisht bie edhe sistemi me të. Prandaj sot po e mbrojnë të gjithë. Media hesht sepse është e kapur me reklama qeveritare. Opozita hesht sepse është kapur me marrëveshje politike. Analistët heshtin sepse janë mbledhur në militari për ryshfete. Dhe qytetarët janë lënë në errësirë që askush të mos e kuptoj peshën e këtij momenti. E vërteta është një, nëse Belinda Balluku bie, lëkundet gjithë piramida e pushtetit, dhe dikush po bën gjithçka për ta shmangur këtë. Prandaj sot bëhet pyetja më e rëndësishme, a do e lejojmë të kalojë edhe ky skandal si të gjithë të tjerët, apo më në fund Shqipëria do të zgjohet përpara se të falet edhe njeriu i dytë më i pushtetshëm i vendit?